Përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 11. Presidentja i vendit Vjosa Osmani deklaroi se Evropa duhet të përqendrohet në këtë rajon, duke investuar në parandalimin e taktikave destabilizuese të Serbisë, si hap kyç për një siguri të qëndrueshme dhe afatgjatë. Këto komente ajo i bëri gjatë pjesëmarrjes së saj në samitin e liderëve në Kopenhag, në tryezën e diskutimit me liderë evropian të fokusuar në temën e sigurisë. Osmani ka shkruar në rrjetin social Facebook se në takim ka folur edhe për sigurinë e Evropës, e cila, siç tha, është e ndërlidhur ngushtë me sigurinë e Ballkanit Perëndimor. E Ballkanin Perëndimor nga 13 tetori do ta vizitojë presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Qëndrimi i saj në Prishtinë është paraparë për datën 15 tetor, bëjtë e ditur nga burime jo zyrtare të këtij institucioni. Planet e saj për të vizituar Ballkanin kanë bërë që të shtyhet publikimi i raportit vjetor të Komisionit Evropian, i cili zakonisht publikohet në tetor. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do të vizitojë rajonin e Ballkanit Perëndimor në mes të muajit tetor, bëhet e ditur nga burime jo zyrtare të këtij institucioni. Ajo do të nisë vizitën më 13 tetor, ku do të takohet me udhëheqësit e secilit nga 6 shtetet e rajonit. Qëndrimi i saj në Prishtinë është paraparë për datën 15 tetor. Pritet që shefja e Komisionit Evropian të takohet si me presidenten e vendit Vjosa Osmani, ashtu edhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurtin. Vizita e von der Leyen në rajon do të shërbejë gjithashtu si një rast për të rikonfirmuar perspektivën evropiane për gjithë Ballkanin Perëndimor. Planet e saj për të vizituar kryeqytetet e shteteve të rajonit kam bërë që të shtyhet publikimi i raportit vjetor të Komisionit Evropian, i cili zakonisht zbardhet në muajin tetor. Publikimi i këtij dokumenti tani është shtyrë për fillim të nëntorit. Kjo lëvizje duket se synon që vizita të prezantohet si një sukses, edhe pse raportet vjetore, sipas të gjitha gjasave, nuk do të përmbajnë shumë vlerësime pozitive. Përveç Shqipërisë dhe deri diku Malit të Zi që po avansojnë në negociatat të antarësimit, vendet tjera në rajon nuk kanë lëvizur në procesin e integrimeve, e madje në disa shtete është shënuar zbrapsje. Raporti për Kosovën pritet të dominohet nga ngërçi institucional në vend, ai i Serbisë nga kriza e brendshme dhe protestat që po zhvillohen për gati një vit, ndërsa në Bosnjë-Hercegovinë situata konsiderohet krizë shtetërore. Nga ana tjetër, Maqedonia e Veriut mbetet e bllokuar në integrime për shkak të vetos bullgare. Flet votimet për zgjedhjet lokale të 12 tetorit kanë arritur në Kosovë, derisa gjatë javës së ardhshme ato do të shpërndahen në qendrat komunale të numërimit. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka konfirmuar për RTK-n se për kryetar komunash e për kuvendet komunale janë shtypur gjithsej 3 milion fletvotime dhe se shtypja e tyre është bërë në Sloveni në mbikëqyrjen e anëtarëve dhe sekretariatit të KQZ-s. Elezi po ashtu ka theksuar se bashkë me fletvotimet janë shtypur edhe broshurat e kandidatëve të zgjedhjeve, të cilat do të shpërndahen në vendvotime në ditën e zgjedhjeve. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera. Bordi i zyrës regulatorit për energji ka mbajtur një takim njoftues me zëvendës ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Christian Bocher. Në një komunikat për medje nga ZRE, bëhet e ditur se gjatë këtij takimi u diskutuan zhvillimet e fundit në sektorin e energjisë me fokus të veçantë në procesin e liberalizimit të tregut të energjisë. Në njoftim thuhet se u theksuan benefitet afatgjate që sjell ky proces për konsumatorët, përfshirë rritjen e efikasitetit, përmirësimin e shërbimeve dhe mundësinë e zgjedhjes së furnizuesve. Po ashtu u diskutua edhe rëndësia e liberalizimit të tregut për tërheqjen e investimeve në sektorin energjetik, çka do të kontribuojë në zhvillimin ekonomik dhe energjetik të qëndrueshëm të vendit. Një shtetas i Serbisë është arrestuar nga policia e Kosovës në pikën kufitare Jarinjë, pasi ka sulmuar zyrtarët policor në orët e hershme të mëngjesit. Nga incidenti, një zyrtar policor ka marrë trajtim mjekësor, ndërka që dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje, njofton policia e Kosovës.
Bëjt e ditur se po vazhdohet me procedurat ligjore lidhur me rastin. Policia e Kosovës po ashtu ka njoftuar se brenda 24 orëve janë shënuar 91 aksidente në komunikacion, 33 prej tyre me të lënduar dhe 58 të tjera me dëme materiale. Gjatë kësaj periudhe kohore, policia ka shqiptuar mbi 1000 gjoba për shkelësit e rregullave në trafik. Sipas policisë, në 24 orët e fundit janë arrestuar 11 persona për vepra të ndryshme penale, prej të cilave 8 janë dërguar në mbajtje dhe 1 në vuajtje të dënimit. Udhëheqësit e BE-s janë takuar në Kopenhagë në presionin për ta forcuar mbrojtjen evropiane pas një serie ndërhyrjesh ruse në hapësirën ajrore të BE-s dhe disa ditë pasi dronët shënistruan aeroportet daneze. Kryeministria daneze Mette Frederiksen u tha gazetarëve se nga një perspektivë evropiane ka vetëm një vend gatshëm të na kërcënojë, dhe ajo është Rusia, dhe për këtë arsye na duhet një përgjigje shumë e fortë. Inkursionet janë bërë më të shpeshta për vendet në krahun lindor të BE-s si Polonia dhe Estonia. Një numër shtetesh anëtare kanë mbështetur tashmë planet për një mur dronësh shumë shtresor për të zbuluar, ndjekur dhe shkatruar shpejt dronët rus. Danimarka forcoi sigurinë për samitin, duke ndaluar të gjitha fluturimet civile me dron deri të premten dhe duke vendosur kufizime të rrepta në trafikun në Kopenhag. Aeroporti i Kopenhagës, i ndjekur nga disa aeroporte daneze dhe baza ushtarake në Gadishun, Jutland, u përball me ndërhyrje të dronëve javën e kaluar. 10 aleat po ofrojnë mbështetje kundër dronave dhe mbikëqyrje sipas ushtrisë së Danimarkës, e cila ka theksuar një prani në rritje të trupave dhe pajisjeve të huaja. Ndër vendet që kontribuojnë janë Polonia, Mbretëria e Bashkuar, Holanda, Finlanda, Suedia, SBA-ja dhe Gjermania. Policia daneze nuk ka gjetur asnjë provë që Rusia qëndronte pas ndërprerjes së fluturimeve me dron të javës së kaluar, por Frederiksen e lidhi atë në mënyrë të qartë me sulme të tjera hibride, siç është inkursioni me dron i Rusisë mbi Poloni. Kancelari gjerman Friedrich Merz tha përpara samitit se inkursionet në hapësirën ajrore po përkeçësoheshin dhe se ishte arsyeshme të supozohej se dronët vinë nga Rusia. Dronja janë parë ditët e fundit mbi shtetin verior të Gjermanisë, Schleswig-Holstein, dhe fluturimet janë vonuar javën e kaluar në aeroportin e Vilniusit në Lituani, si dhe në aeroportin e Oslos në Norvegji për shkak të aktivitetit të dronëve. Udhëheqësve të BE-s do të prezantojnë planet për një hartë rrugore që synon forcimin e mbrojtjes dhe zhvillimin e industrive mbrojtëse të Evropës deri në fund të dekadës për të prodhuar pajisje ushtarake të teknologjisë së fundit. Planet do të përpunohen më pas me NATO-n përpara se udhëheqësit të BE-s të takohen përsëri më vonë këtë muaj. Sipas planeve për të qenë gati për vitin 2030, Evropa duhet të veprojë tani në mënyrë që kapacitetet e saj të jenë të përgatitura për fushbetejat e së nesërmës. Do që të lajmet në RTK, faleminderit për vëmendjen tuaj, mirupafshim.